Për mbas gjiniut vogël që mora çmimin dhe pruna në Shkodër dhe jam krenare për këtë gjë, nuk kam marrë pjesë me ndonjë aktivitet tjetër këtu, kam vazhdu me aktivitetet vogla në Lezhë që sot unë kam kriju familjen teme edhe jam shumë krenare se familja është drejt, i përkas komunitetit me ngjyrë, unë nuk e kam problem. Unë nuk nalem për kësaj gjaje që ata thojnë për mu ose menojnë për mu. Edhe qaj, sa herë që Mariana mbështetje nuk ka pas hiq. Por unë prap nuk nalem. Unë kërkoj, përderisa jam qytetare e Shkodrës, le e rritë në Shkodër dhe jam aktivizu gjatë gjithë kohës në Shkodër me aktivitetet ndryshme dhe kërkoj dhe unë një mbështetje, një ftesë si gjithë artistat. Përderisa jam artiste dhe përderisa e kërkoj vetë këtë pjesë, përderisa unë si Mariana e kërkoj, pse mos me mullan një mbështetje, një ftesë. Kam prit boll për Ahengu Shkodran, që i kam qu mesazh njenit personit në fjalë që s'du ta përmend me emër, të pjesës artistike, më ka thënë do të kem parasysh Mariana, u organizu Ahengu Shkodran edhe nuk isha as një ftesë. Po ashtu edhe Lulebora. As për festival Lulebor nuk isha një ftesë. Vetëm një fjalë dhe ndalet loti, vetëm një fjalë dhe jeta rifillon. Sa fare pa kërkoj një motiv që jetën ta jetoj, e dua vetëm një fjalë dhe hape qielli, vetëm një fjalë më bën të fluturoj. Sa fare pa kërkoj një motiv që jetën ta jetoj, e ta besoj, më thoni veç një fjalë.